Segmenti i rrugës pranë lulishtes Kozmanaska i është nënshtruar rikonstruksionit. Rruga po ndërtohet sipas projektit të bulevardit kryesor të qytetit. Rehabilitimi i kësaj rruge do të përmirësojë infrastrukturën në këtë zonë, duke përmirësuar qarkullimin e mjeteve dhe të qytetarëve. Ajo po ndërtohet sipas parametrave bashkëkohor, duke përfshirë sinjalistikën rrugore, vijat e bardha, kanalet për ujëra sipërfaqësore dhe nëntoksore. Bashkia e Elbasanit në këtë segment mbyll rikonstruksionin total të gjithë qendrës së qytetit, nga rreth rrotullimi i 1 Majit deri tek stadiumi Qemal Stafa, si dhe degëzimin deri tek Fakulteti Ekonomik. Ky segment është përfshirë në fondin prej 29.875.200 lekë. Fondi i cili u përdor për ndërtimin e segmentit të tretë të bulevardit që nga kryqëzimi i lulishtes Kozmanaska në rrugën Kasem Sejdini deri tek stadiumi. Tashmë me përfundimin e këtij investimi, bulevardi i qytetit ka një pamje totalisht bashkëkohore. I fundit segment që do të mbyll bulevardin është ai nga rreth rrotullimi 1 Maj deri tek Zaranika, si pjesë e qendrës së qytetit.